Policia ka proceduar penalisht 2 persona të përfshirë në sherrin që ndodhi në Lundër më 25 prill. Një shtetas 37 vjeçar dhe një 38 vjeçar për veprat penale, plagosje, lehtë me dashje dhe kanosje, pasi dyshohet se kanë qenë të përfshirë në konfliktin e ndodhur në një rezidencë në Farg, më datë 25, njofton policia. Këta 2 persona dyshohet se kanë qenë të përfshirë në sherrin ku u dhunua me sende të forta Kristi Fufi, mbrëmjen e së premtes në një rezidencë në Lundër. Fillimisht ka nisur një konflikt verbal, ndërsa më pas grupi djemve kanë shkuar në lokalin ku po qëndronte 19 vjeçari. Djali ish deputetit Mohli Fufi, që më pas e dhunuan. Sipas policisë, sherri ka ndodhur për shkaqe banale, pasi 19 vjeçari Kristi Fufi dyshohet jetë bërë një xhirim gomash nga ana e 19 vjeçarit Fufi, ku po qëndronte Kliton Sulçe dhe 2 shtetasit e tjerë që janë proceduar penalisht, ndërsa sipas burimeve të policisë, autorët kanë hyrë në rezidencë me qëllim të qartë për rrahjen e të riut, pasi kanë marrë sende të forta, shkop, bejsbolli dhe leva në bagazhin e makinës, hyrë në lokal dhe pasi e gjetën e goditën disa herë. Pas ngjarjes, riu u transportua menjëherë drejt spitalit të traumës për shkak të frakturave të marra në pjesë të ndryshme të trupit.